Mirë po nuk duhet të përgjithësojmë gjithmonë, ka edhe disa kandidatë që ja vlen të votojnë nga të gjitha partitë, por ajo që për mua është e papranueshme është që më shumë kemi artist, student, artist, aktor në listat zgjedhore, më tepër kemi showman sesa kemi njerëz të shkencave politike ose njerëz që më të vërtetë domethënë do të dinin të jenë në parlamentin. Këto po i referohesh kur po flet për aktorë dhe për showman, për cilës ku konkretisht po duket që i kanë lënë pra këtë pjesën e ekspertëve dhe intelektualëve anash dhe po zgjedhin showman? Shiko ata, në qoftë se referohemi domethënë në sa aktor edhe sa showman kemi në lista zgjedhore, e tregon domethënë që aty nuk do të ketë një kualitet drejtimi politik. Dhe nga ai parlament nuk ka se si del domethënë një qeverisje e shëndosh me koncepte të shëndosha për këtë kohë në të cilën po futemi. Mos të harrojmë, ne jemi në një ngjarje botërore në zhvillim e sipër, ku të gjitha shtetet po nxjerrin në krye njerëzit më elitar, më të përgatitur, më të aftë dhe më të dëshmuar për të udhëhequr shtetet e tyre. Shiko doktrinën që ka ardhur nga Amerika për Evropën dhe referoj domethënë deklaratës së fundit të kancelarit gjerman që Pax Americana për Evropën ka mbaruar dhe tashmë po fillon një fazë tjetër që i bie është mundësi reale shpërbërja e Bashkimit Evropian dhe ndërtimi i ushtrive kombëtare veç e veç. Dhe në këtë kohë